Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne është profesor Jani Papadimitri. Profesor, mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Mirë se gjeta dhe ju falenderoj për ftesën. Profesor, unë gjithmonë kur e filloj bisedën, me gjithë kam dëshirë të futem filloj tek fëmiria, por ne dim që jeni profesor, një violinist i mirë, një pedagog, një kompozitor, po du ta njohim pak Janin në fëmiri me hershme se kush ishte Jani. Na thuaj se ku ke lindur dhe ku i arritur si fëmijë. Po, me kënaqësi. Unë kam lindur në Tiranë dhe aty, kishim një shtëpi me qera dhe kam një fat të madh që kam lindur në një familje me prindër artist, edhe pedagog. Që në vogli, ata vënë re disa shenja që ky ishte interesuar për muzikë. Dhe bëra konkurs në liceun artistik dhe fitova. Dhe që nga i moment, në moshën 7 vjeç që isha atëherë, ju përkushtova muzikës. Në degën e violinës. Ishte të u regjistrove për violin. Për violin, po. Tash, kur thua babi e mami artist, na fol pak për babin e mami, kush ishin ata? Po. Babai ka qenë skulptor, profesor i bukushkrimit edhe i disa lëndëve tjera që jepte në liceun artistik. Po ajo veçante e punës dhe e mësimdhënies së tij ka qenë që ky ishte profesor i dhëndjes së drurit. Domethënë modelet si basorelievet, si portretet ishin ose në alçi ose në mermer. Dhe ti duhet ta bëje në dru. Dhe kjo ishte një diçka shumë e re për kohën dhe nuk besoj se me vdekjen e babait tim vazhdovi të jetë mësim në këtë land. Si ka pas emrin babi? Arkile Papadimitri. Arkile, ku ka përfunduar shkollim? Shkollën e përfundoi në Athinë në Universitetin Politeknik, po tekni i thonë arteve, të shumë arteve. Të shumë arteve, po. Dhe ky kishte rezultate të shkëlqyera, aq sa mori dhe medaljen e artë të atij viti. Dhe ishte një zakon atëkohë që vinte mbreti dhe e vendoste këtu në xhaket atë medaljen e artë. Dhe i thot babait kur i vendosi, bravo Arkile, thot, erdhe nga Sopiku, se ishte një fshat shumë i largët. Malor. Ku pula hagur dhe ja u kalove gjithë këtyre në Athinë. Ky ka qenë baba im. Po kjo duhet të jetë viteve 20 apo viteve 30? Jo, viteve 30. Fundi viteve 30. Fundi viteve 30. Po mami? Mamaja ishte, domethënë ka lindur në Korçë, po me origjinë dardhare. Baba i saj ka qenë ai ikonografi i njohur, Vangel Zengo Papajani. Domethënë atë backgroundin e saj ose traditën familjare të ikonografisë, ata e kanë qenë me sjet, që në vitet 1740, 1750, kështu. Dhe kishin biemrin zografi. Zografi do thotë piktor. Të zografisësh është fjalë greke. Fjalë greke, piktor. Do thotë familja e mamit, si quhej mami, pikësisht. Quhej Sofia Zengo. Sofia Zengo. Pastaj kur martua Sofia Zengo Papadimitri. Papadimitri. Tash mama jote Sofia ishte nga Dardha? Po. Se unë kam qenë një Dardha. Po, ka qenë origjinën e kanë nga Dardha, po lindi në Korçë dhe u rit aty. Dhe që në rini, ai bashkë me motrën e saj Androniqin që ishte 2 vjet më e madhe, që aty i merrte si ndihmëse për të pikturuar kishet i mgjysh. Vangeli, po. Dhe kjo ishte një eksperiencë, si të thuash, një provë. Një moment, profesori që jepte mësim
këtyre çupave, i thotë, edhe ishte ky Vangjush Mio. I thotë, i ke vajza talentuara, i thotë, Vangjeli, i thotë. Pse nuk i çon në Greqi, thotë, në Akademinë e Arteve. Edhe bëri si bëri, shiti piktura, se si e gjeti mënyrën, paguante me flori. Edhe studioi 2 vajza në akademi. Mami edhe tezja ikin si studente, studiojnë për pikturë. Për pikturë. Në Athinë. Në Athinë. Ky muhabet është vitin 30. Po, 30. Tashi, ka një karakteristikë që në vitin 40, kur mamaja mbrojti diplomën, ishte një konkurs për portretin. Dhe të tërë studentët diplomant, që mund të ishin 30-35 vetë, të gjitha, se ishin dhe me pedagogë të tjerë, mund të ishin dhe më shumë, se di se mbaj mend, duhet paraqisnin një portret, si që mendonin ata, do më thënë që këtë kanë kulminacionin e tyre. Dhe mamaja atë vit mori çmimin e parë në portret. Dhe pastaj mori punimet dhe u kthye në Korçë. Mamaja ka qenë e talentuar. Ka qenë vërtet e talentuar. Po edhe tezja. Edhe tezja. Si quheshte tezja? Tezja quhej Androniki. Androniki dhe Sofia Zengo. Sofia. Sofia Zengo. Të dyja, Androniki Zengo Antoniu. Sa ajo u martua me tenorin e mirënjohur Kristaq Antoniu. Ku më vonë dikur. Po, u martua kur erdhi në Shqipëri. Kur erdhi në Shqipëri. Po mami ç'a bëri kur mbasi që u kthye në Shqipëri? Vazhdoi. Mbasi u kthye në Shqipëri, priti 2 vjet që të zinte vendin e punës, se s'kishte punë atë kohë. Pavarësisht që kishte një shkollë shumë të mirë, po s'kishte punë dhe u fejua dhe u martua Androniki në Tiranë dhe i lirovi vendin mamas jepte mësim në Korçë. Në shkollën. Edhe mamaja filloi të jep mësim në Korçë. Po. Po ama nuk e ndërpreu kur pikturën. Mirë më profesor, sa vepra du të ketë mami për afërsisht? Mendohet se tash edhe janë shpërndar, janë bërë dhe shumë ekspozita, po rreth 300. Plus minus 300 punime. 300 punime? Po. Po familja kanë pronësi punimet mamit? Po, ka unë punime, ka Imbëlla Vangjushi, që jeton në Selanikta të Greqisë, dhe ka dhe Galeria Arteve. Mos flasim që janë shpërndarë në të gjithë Shqipërinë. Edhe janë shitur, edhe janë dhanë. Dhe më thënë, punimet janë edhe jashtë kontrollit tonë, si të thuash. Po tezja kishte punime? Po, ka pas dhe shumë punime. Dhe, dhe më thënë, kanë qenë motrat e para piktore të Shqipërisë, të cilat nuk dinin gjithite vetëm të punonin edhe të përsosnin artin e tyre. Se kjo është një lajm që në atë kohë njiheshin si 2 femra, siç e thatë edhe ju, që ishin një ndër të parat. Po, do të them një diçka. Në vitin 1942, këta të dyja motrat, me punimet e tyre më të mira, hapën një ekspozitë në Tiranë. Dhe shtypi shkruajti që si ishte mundur një emancipim kaq i lartë, me një art kaq të përsosur të këtyre 2 vajzave, ku pjesa tjetër, do më thënë, lufton për të emancipuar, këto ishin super, kupton? Edhe ishte, ekziston e gazet. Po, tradita familjare, sigurisht ka ndikuar, si që tha më herët babi, ishte ai cili, se ishte në familje kjo puna e ikonografisë. Po. Dhe pas sistemi, do të kur përfundoi lufta e dytë botërore, mami babi ç'a bën? Po. Babai jepte mësim në shkollën pedagogjike, kurse mamaja ishte në Korçë, jepte mësim në shkollën femërore që ishte aty. Po, jepte vizatime dhe pikturë. Ato që ishin talentuar bënin edhe pikturë. Babai pastaj kur u hap liceu artistik, e morën më njëherë si pedagog, edhe aty jepte 6 land. E thash, ishte i vetmi i bukurshkrimit i Shqipërisë dhe i vetmi që jepte gdhanjen e drurit, që skulptor. Dhe ka qenë një nivel i tillë, domethënë që të merrte një student në moshën 18 vjeç, të merrte diplomën e lice, skulptor, duheshet që të bënte 4 materja. Të bënte portretin e Balt, portretin të Aithë në Alqi,
pastaj ishte portret në gur dhe portret në dru. Këto 4. Po babi ka lënë punime? Ka lënë basorlieve, ka lënë kështu. Bile ajo punimi si më ashtu ishte që Skënderbeu në luftë, një basorljev i madh, 1 metër me 2 metra, që ja mori Muzeu i Krujës, i poshtë hapur atëre. Mirë po, fatkeqësisht nuk gjendet më, është zhdukur. Edhe nga muzeu. Nuk dihet. Se kur u hoq dhe si u bë. Sigurisht në kohën e tranzicionit, mas viteve 90. Po, babai ka qenë edhe grafist, bënte edhe grafika shumë të mira. Po, si ka qenë raporti jot me prind, në fëmijë? Unë e thash që në fillim që si unë edhe si vllai im Banjushi, i cili është ai violinist, kemi pasur një fat të madh, kemi pasur ata prindër, sepse ata nëpërmjet eksperiencës së tyre që neve e pam se çfarë bënin. Të mendosh për shembull që unë isha i vogël dhe ata punonin në një kish, po në skel lart, që s'kishte shumë siguri. Mund të rëshqisje, mund të bije poshtë i vdekur. Domethënë, punonin në bazdite, sepse në mëngjes japnin mësim. Ishin të 2 arsimtarë. Përveç që ishin antar të lidhjes, atë gjithmonë merrnin pjesë në ekspozita. Domethënë, ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme që ne e shikonim dhe frymëzoheshim për tyre. Plus që ata na rrinin mbi kokë për organizimin e ditës. Mos shkonte 1 minutë kot. Domethënë ishin shumë të interesuar për ne. Kjo është, domethënë që ne kujtojmë, ose unë që isha më i madh i kujtoj akoma më tepër me detaje gjërat se si punonin ata. Dhe kryesorën që do ta them është që ata ndihmoheshin shumë me njëri tjetrin. Domethënë një boshllëk i vogël nëse do ishte këtej nga ana e mamas, e plotësonte babai ose e kundërta. Ndihmoheshin shumë. Do thotë kanë qenë në shumë të lidhur. Shumë të lidhur. Edhe i kanë besuar, si më thonë, njëri tjetrit artit të tyre, se përveç që i kanë qenë bashkëshort, me rëndësi është artistikisht që ta pranojnë e ta njohin njëri tjetrin. Po ju ishit, për shembull, kur kanë ikur bën ikonografi dikun, ju merrshin me vete të kujton? Unë mbaj mend kur kam qenë ja 9 vjeç, vajtëm në palas, që bënin plazh, por bëheshe plazhin çik. Pastaj pjesa tjetër e ditës ata shkonin punonin në kish. Të 3 ishte edhe motra mamas, Andronik. Tezja. Dhe kur mbaroi kisha, ata që erdhën nuk ju besoheshin syt, sepse çdo gjë, kapitelet ikonostasit do të thotë vendi ku rin ikonat. Aty ishin të gjitha të ose të lyra me ar, ose të gjitura me flet ari. Me flet ari. Edhe nga dritat, dukeshin një prallë. Domethënë, punonin me shumë kualitet dhe me shumë dashuri. Ajo tonë edhe shumë një kujdes dhe një durim kokë, se është punë shumë e ngadalshme. Është vërtet. Punë shumë e ndihshme. Po na thuaj diçka për fëmijërinë tënde në Tiranë. Unë kam pasur dhe të ftuar tjerë këtu që gjithë më ka interesuar nga që ajo, si e them, e din edhe Ervini, ajo molla ndaluar që ne nuk jetuam në Shqipëri, ne nga Kosova. Ishim ndaluar ta vizitojmë, shumica nga ne. Unë kam mall ta kujtoj atë Tiranën, sidomos Tirana e viteve 20-a, 30-a, mos tas për më vonë që ishte në zhvillimin në rritje sipër. Si ishte për ty si fëmijë? Po, pjesë më të madhe të ditës, unë e kaloja në liceun artistik. Dhe dua të them 2 fjalë se kush ka qenë liceu artistik në vitin 55 që unë fillova. Ka qenë si të thuash një oazë i artit dhe kulturës në mes të Tiranës. Dhe të gjithë pedagogët pa përjashtim ishin të kthyer nga studimet nga vendet e Europës. Kishte nga Franca, Greqia, Italia, Rusia, domethënë të gjithë këta sollën eksperiencën e tyre dhe që në fillim u bë një nivel tepër i lartë i mësimdhënies. Domethënë në atë kohë s'ka pas Institut i Arteve ose Universitet i Arteve që është ashti. S'ka pas, ishte gjithçka liceu artistik. Pastaj ata më të talentuarit shkuan me studime,
studentët që ishin më talentuar shkonin me studime në vendet e demokracisë popullore dhe shumica vajten në Bashkimin Sovjetik. Kështu ka qenë. Kështu ka qenë sistemi. Po, në atë lagjën ku ke jetuar, si quhesh në atë kohë? Lagja? Ishte një rrugë që quhej Xhafer Stërmasi. Aty ka qenë. Kam qenë shumë afër me Kristaq Antonion, me Xhaxhain, edhe Tezën. Ata ishin brapa shkollës së Kuqe, që është çik më andej, ne ishim këtej. Ne kishim një shtëpi, domethënë të vogël, ku ishin 2 familje. Edhe ai ishte në pallatin e Kazazit, pallat shumë i njohur në atë kohë. Ky Xhaxhej Kristaqi bashkë me Androniqin, Tezën. Domethënë si fëmijë ke ushtruar shumë me violin. Po, patjetër. Sa orë bëshe ushtrime, se unë profesor kam studiu klarinet nga mosha 10 vjeqe, e kam përmendur me herët që është dashur të ketë të punosh atë shumë që ti dedikohesh minimum 2 orë në ditë. Po. Neve kishim një program. Si ishte ai program? Programi ishte ky. Prindrit shkonin në kuzhinë, në dhomën e vogël studionte Vangjushi, violin, dhe në dhomën e madhe studionja unë edhe pianon, edhe Vangjushi shkonte, po unë kisha edhe pianon aty, na bleu piano babai. Dhe violin. Tashi, do të flas për pianon. Po mos ishte instrument, doshta unë nuk do isha kompozitor sot. Ai e dinte që po tjetë se ky ka në çik talent për kompozimin, ja ku e ka pianon, le të bëhet. Në eshtje. Po, kishim mësuesin e njëjtë violinës? Po, bashkë me Vangjushim vllaun? Jo, nuk e kishim të njëjtë. Ai pas 5 vjetësh u fut në lice, se është 5 vjet më i vogël. Është më i vogël se ti, 5 vjet. Po. Unë kisha profesor Genz Bogdan. Ai sapo ishte kthyer nga Çekia, ku ishte domethënë zënës i një nga profesorëve më të mëdhenj të Ruzit Toksor. Zënësit atij. Oskar Shevçik. Ishte një nga violinistët më virtuoz të asaj. Ishte violinist shumë i mirë, po ishte pedagog shumë i mirë, nga i cili unë përfitova shumë dhe studiova 12 vjet me të. Po mirë profesor, për me qenë kompozitor i mirë duhet me pas piano. Po. Edhe paka shumë, siç ma kanë thënë, shumëtën e kohës komponimet duhet bën në piano. Është si më thonë instrumenti bazë. Po. Kjo që thua që babi afroja të piano për ty, kjo të bëri kompozitor de facto, se mos ta kishe mundësin të shpreshe me piano, do ishe shumë vështirë. Shumë vështirë. Tash, përveç violinët që i ke pas si instrument të parë, piano në ke pas instrument të dytë në licej. Vetëm kaq, do të them vetëm një gjë që mirë është ta përmendim. Bëshin 2 orë në javë teori, ai që ishte futur në një instrument. Bënte 2 orë në javë teori, 2 orë në javë piano sekondare dhe 2 orë në javë bënte instrumentin primar që kishte. Në rastin tim violinën. Po e zgjodhe me dëshirë violinën apo? Po e zgjodhe me dëshirë, sepse më pëlqente. Sepse violina gjithmonë ju është dhënë fëmijëve që janë shumë të vegjël. Ata në Spaku kur kam studiuar në vitet e 10-ta, në Kosovë fillonin nga klasa 3 violina. Ndërsa frymorët, si klarineti, saksofoni, oboa, këto fillonin në klasën e 5. Patjetër. Se nga që ishin shumë të vegjël në me zhvillimin. Me zhvillimin. Po, ajo violina në atë kohë, ke ndonjë foto ti ku je me violin kështu diku? Kemi një foto me Vangjushi, po me violinat shumë, me gjithë gëllap. Me gëllap, po. Të vegjël. Të vegjël shumë. E kam atë foto. Edhe kam kujtim edhe këta që unë vazhdimisht vizatonja, edhe pikturonja nga në qik, kupton? Edhe në vitin e 7, sa atëre ka qenë 7 vjeçare, para se të futesha në shkollën e mesme, prindrit vendosën që të më futin edhe në pikturë, në degën e pikturës. Edhe unë bëra një vit me profesor Zef Shoshin, piktori më i njohur sot, edhe dola me rezultate të shkëlqyera dhe në violinë dhe në pikturë. Edhe e ke trashëguar talentin e madh. Po nuk është vetëm ajo, domethënë bëra edhe një vit shkollë. Dhe pastaj
më thanë prindit, ullun që ka ty në tavolinë, të dy. Tha janë, tha, ti tha dole me rezultatet mira, shumë të mira në violinë e shumë të mira në pikturë. Cilën do vazhdosh? Tha shumë, s'ka nevojë të mendohemi, tha shumë, do vazhdoj violinën, do vazhdoj muzikën, sepse unë, tha shumë, jam përkushtuar muzikës. Dhe tha, po mirë, po pikturën më ta bëjtë 20 vjeç, thash. Na filluan të qeshin ata. Profesor, të kujtohet në atë piano kur je ullë, kur për herë të parë ke bën ndonjë, si më thonë, një akord, një harmoni të vogël, një komponim. E mban me në atë moment? Tashi, atë moment nuk e mbaj me tamam, po mbaj mend këtë gjë, që isha shumë interesuar për të dëgjuar muzikë, që i vogël. Do me thënë, nuk bënja vetëm atë që më takonte me profesorin, teorinë dhe një qik piano sekundare, por dëgjonja vazhdimisht muzikë, nuk rinja do të pa të hapur radion, se në atë kohë vetëm radion kishim. Dhe duke bërë këtë, kupton, unë zgjodha edhe ato prioritetet e mia. Përveç muzikës klasike, unë fillova të dëgjoj jo vetëm muzikën e lehtë, po edhe jazz, sepse më interesonte shumë kjo rrymë. Kjo rrymë, po. Edhe, domethënë, që në rinin e hershme, fillova të improvizoj në piano. Dhe të imitoj atë stil që dëgjoja në kryesisht të pianistë shumë të mëdhenj amerikanë, Zezak ose kështu. Edhe arrita domethënë që të marr një temë e të bëj variacione, po shumë variacione. Dhe në shkollën e mesme në mbrëmjet që zhvilloheshin aty, kur shkonja që të kërceja me një vajzë, kupton? Më linjen qik që të kërcej, pas e më kapshin nga supi dhe nullin me zorën piano. A mu duk më me një vajzë, apo si ishte mabi? Po tashi, për të kërcyer, nuk do kërceja me djalët. Pasaj mirë që e profesor. Kështu që nuk kërceja vazhdimisht, sepse duhesh të ulesh në piano. Aty pas e kërciste twisti edhe përmbysesh çdo gjë. Profesor, unë e kam përmendur këtu, kam pas intervistë me herët me një artist tjetër, Ramazan Këllezin, edhe në bisedën e sipër fola për profesorin tim klarinetit, influencën e tij me piano. Unë aty mësova që është të trenosh veshin të ndëqosh muzikë jazz. Është një ndër, tash ka lloj nën formati, ose më mirë me thonë, nën stilit të jazzit, se jazzi është ki tradicionale, ki fusion jazzet, gjitha ato. Po, kur i ndëgjoj ndonjëherë, se secili është në ritmin botën e vetë, sa ka shprehje artistike ajo muzikë, ma përsa. Mos harrojmë që bazën e ka tek folklori i Afrikës, sepse sklevrit i morën nga Afrika. Po. Dhe ajo është muzika e tyre. Unë kam lexuar në enciklopedin franceze, se unë e njoh edhe frëngjishten, që student që në New Orleans, që është në Shtetet e Bashkuara, u mblodhen disa instrumentist dhe filluan të lozin një muzikë në 1905, filluan të lozin një muzikë që s'njifeshe më përpara. Ishte një kombinim i shumë gjërave. Po, domethënë ata folklorin e tyre kaluan se baza e muzikës afrikane është ritmi, instrumentat ritmik dhe vallet. Por ama janë dhe meloditë shumë të bukura. Ata tash i zhvilluan dhe kapën një stil që ata e krijuan këtë stil, e cila i mbushte dhe ky stil desha ta përmend tash, ka qenë i bazuar mbi muzikën pentatonike. Domethënë shkalla pentatonike, mbi atë ishte zhvilluar edhe muzika e tyre. Tani, pse unë eca në jazz? Sepse muzika jonë është e bazuar në pentaton, sidomos muzika e jugut. Domethënë, ky është një bashkim që mua më ngrohte shumë dhe më jepte liri që të bënja ato variacionet në jazz.
Po, pastaj, këtu pra po kthehem te komponimi i parë që kur e ke vendosur në ato partiturat shkruara me ato notat të frymëzimit se është një proces që duhet bëhet ajo harmoni ose orkestrimi, sa më mirë më thon. Cila ishte vepra parë? Kujtohet? E para ka qenë një këngë që i bëra dhe fjalën dhe muzikën. Po na vjen pranvera. Çfarë lloj muzikës? Muzikar këtu? Ishte për fëmijë. Për fëmijë. Një këngë për fëmijë. Dhe atë motiv e futa në ato, se kam bërë shumë vepra pedagogjike dhe atë dhe shumë të tjera të më vonshme i futa në një libër për fillestar në violinë. Sa vjeç ke qenë, të kujtohet? Kam qenë 10 vjeç kur e bëra këtë kompozim. Wow. Po tamam edhe në këtë mosh, mu dha mundësia që të lozë dhe me orkestrën e arqeve të liceut. Se pedagogu im, Genz Bogdo, ishte dhe dirigent i orkestrës. Dhe unë lojta një koncert i Vivaldit me orkestrë, si solist. Kjo ishte eksperienca e parë. Pastaj vazhdova vazhdimisht të dalë në skenë. Si e ndjen atë kohë kur dole për herë të parë? Ishte një diçka, domethënë që afroheshe ëndrës, se kur punon edhe ti jepet një mundësi dhe ti shfrytëzon atë, kupton, satisfaksioni shumë i madh. Po babi mami si ndiheshin? Ndiheshin sikur si ishin tokë, po fluturonin nga gëzimi. Po vderi nga gëzimi. Se edhe ka qenë konkurrencë për me dalë me bodi. Nuk ishte konkurrencë. Domethënë atëre mund të dilte çdo njeri që ishte i përparuar. I përparuar, po. S'kishte konkurrencë. Mund edhe të tjerë kanë dalë. Nuk kanë dalë vetëm unë. Kanë dalë edhe instrumentistë të tjerë, piano, instrumenta fryme kështu. Ishte e zakonshme në atë kohë. Po ajo dalje parë të kalon një përshtypje. Kalon të pashlyeshme. Sepse ishte një diçka shumë e veçantë. Muzika ishte mrekullueshme e Vivaldit dhe të lozësh me orkestrë si pjesëtar i orkestrës, të lozësh zërin kryesor, ishte një satisfaksion që mos s'kam për të harruar kur. Dhe më pëlqeu që të lozë solo. Kjo gjë më shoqëroi gjithë jetën. E kuptove rëndësinë që çka është luar solo edhe çka është thjesht me orkestrë solo. Po, profesor, se e di që të pyes për këto, po me ekranin muzikor me jep kurreshtje. Nga jo mosh, kishte shkollë të mesme të muzikës? Ike aty, vazhdove? Sa vjet ishte aty? Ishte 4 vjet, shkolla e mesme. Shkolla e mesme muzikës. Ishte për violin, piano ishte instrumenti dytë, edhe teoria muzikës, solfeggio, harmoni. Në vitet e fundit të liceut, ne bënim dhe harmoni, analizë forme, edhe piano ishe shumë e përparuar. Lozja sonatina, po duheshe ti lozja ato, dhe më thënë, kishte një program shumë të zhvilluar liceu. Nuk fliteshe për shkollë të zakonshme. Nuk, do më thënë, se ishte nevoja që këta kuadro të dalin të përgatitur edhe me shkollë të mesme. Se nuk do vazhdonin të gjithë. Jo, fatkeqësisht. Jo, fatkeqësisht, po është e logjikshme që s'mund të vazhdojnë të tërë, se do t'japin mësim edhe diku. Ata që nuk e fituan konkursin, si të thuash. Ose për instrumentin e parë. Po, nga aty, nga shkolla mesme, si ndodhi si më thonë, testi që e bën, kur konkurove për akademi. U desh të futesh nga fillimi, përgatit që... Jo, vazhdojnë. Për shumë, kishe bërë 2 vjetë harmoni, aty do bënja përsëri, analizë dhe formës përsëri e njëjta, po me e zhvilluar. Unë ishe shumë interesuar për këtë landë, sepse i kisha vën një qëllim vetës që jo vetëm t'i bje violinës, po edhe të shkruaj në notë. Se për qenë kompozitor nuk është vetëm ditë luash në piano, po ta njohësh edhe teorinë e muzikës, njohësh harmoninë, solfegjen, bilen qofse orkestrimin. Në qofse që ta bëjmë më ashtu këtë bisedën, më të qeshur, si thua, të qeshim qik. Në vitin e parë, kur futa në Institutin e Arteve atëherë, që është sot Universiteti i Arteve, pas
4 muaj që erdhi mbrëmja viti 3. Kupton? E njëjta histori, kupton? Vajta aty, lojta në piano, kështu, kupton? Unë kisha profesor të pianos, një instrumentist që kishte studiuar në Leningrad asaj kohë, që Petersburg që është sot. Ai ishte me të vërtet një zotni, quhej Spiro Theodosi, i cili më ishte shumë interesuar që unë të ecja në piano, dhe unë studionja me atë. Bas mbrëmjes së vitit 3, bas sa ditësh, unë kisha mësimin e pianos. Edhe vajta aty. E fillova me kohën e dytë të sonatës 25 të Beethoven. E baj mend si tash. Kur e çova nga mesi, më tha, mund ta lesh ta janë atë lojën? Thash, çfarë? Dhe kështu se tash ishte edhe shumë serioz. Tha, tesha të pyes, tha. Ti isha i tha që lojte aty në mbrëmjen e vallëzimit të drimit të vitit. Unë merdi shumë zor, se duke dhja që ishte ai aty, kupton, edhe ula kokën, thash, po profesor. O tha se unë tha, nuk i besonja as syve, po as veshve, tha, kupton. Tha, e di tha që këta mbyllë atë, tha shkojmë pim një kafe, kupton. Donë të me të njoftë më shumë. Ata ishin edhe si shok, ishin pedagog, të rrallë. Kjo bukuria këtu në njerëz. Nuk do të lujnë mësusin, autoritarin. E ke në dorë me bë. Duhet të kesh pasionin, Bravo. dashurin, vullnetin, disiplinën dhe instrumentin. Sa bosh virtuoz varet sa koke edhe sa ushtron, po profesori nuk të bën violinist. Profesori ta mundson që t'jep shkollën. T'jep shkollën, po, ca gjëra, po, e vërtet. Po, sa vite zgjati akademia? Akademia ishte 5 vjet. 4 vjet ishe student. Vitin e 5 përgatisnin diplomën, duke bërë edhe atë praktikën në një orkestër. Mua më qellovi orkestra e operas. Dhe aty, unë menja pjesë në operat që bëshin baletet e gjitha. Njëkohësisht, kur u afrua diploma, unë mora leje, si të thuash. Mos harrojmë që stazhin e bënim edhe me pagesë. Do më thënë, vërtet luaj një aty, po merr një rogën. Rogën e teknikut të mesme që ka që se s'kisha marrë diplomë. Po. Dhe kështu vajtja e punë, që mora atë lejen edhe bëra dhe diplomën në fund të vitit 5. Basi u përfundoja ku ike? Ç'a ndodhi? Ndodhi kjo që unë u emërova direkt në teatrin e operas, të më thënë, u emërova direkt në teatrin e operas, në aty, dhe bas 2 javësh, u thira në drejtori, edhe më dhanë vendin e koncertmaestrit. Të më thënë, në atë kohë ishte dirigenti i mirënjohur sot, Enok Koço, i cili duhet shkonte në një tjetër punë, që kishte zgjedhur ai, edhe mbeti vendi bosh, edhe më thanë në drejtori që në qoftë se është e mundur, do vazhdosh. Ta vazhdosh ti, po ti je zhvillina e parë e orkestrës. Koncertmaestër. Edhe unë e pranova. Edhe ke qenë antar i orkestrës. Po. Në ç'vit ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur në fillim të vitit 72. 71 i komplet ka qenë përgatitja e diplomës dhe stazhi. Stazhi, po. Që provohesh, bën as bën. Po, ajo një lloj testi që i Po, kam. testi, tamam. Po, me një nga fakulteti dole violini e parë? Po, kështu ka qenë. Sa vite punova aty? Punova 14 vjet si koncertmaestër në opera. 3 vjet si drejtor artistik dhe 3 vjet si përgjegjës i sektorit të instrumentistëve solist në pranë teatrit operas. Profesor, çka mundesh me na thonë për festivalin e 11, nëse s'ka po? Po festivali 11 dihet, domethënë. Unë nuk di. Jo, dihet domethënë se si filloi dhe si mbaroi. Tashti, në atë kohë, unë isha në zborin 5 mujor, në fund të vitit 71, isha në zborin 5 mujor në Korçë. Dhe profesori i nderuar, domethënë se i them profesor nga që ka qenë dirigent i jashtëzakonshëm dhe njëri shumë i lartër.
Ferdinand Deda, vajti në ministri dhe shkruajti që ky emër e dua që të lozi organën elektrike se kishte parë shumë tashu në orkestër. Dhe ashtu bë, moqen nga zbori një muaj e gjys, bën provat edhe unë luajta në organo. Por përpara se të lozja në organo, unë kisha çuar një këngë në festival e 11, edhe kënga ishte si tregim, pa këngëtar, vetëm instrumentalja, edhe kishte atë linjën të cilën ata e shikonin, komisionin do ta shikonte shumë kollaj. Si është kënga dhe dëgjonin. E kuptonin me njëra ata, se shumica ishin kompozitor. Edhe unë blot komisioni, edhe zgjodën këtë, kur erdhi radha ime, se arova të them për punë e organos. Aty, basi mbaronte një pjesë e madhe e këngës, parë si të fillonte ajo finalja, aty ishte një solo e organos që unë e kisha incizuar vetë. Kupton? Që ishte pak me shkurtë se kënga. Po, në stil amerikan, po muzikë shqiptare. Edhe thanë, si do bëjmë, tha, ishte atëre Nikola Zoraqi, kompozitori nderuar. Tha, ta lem, tha, më mirë, tha, për festivalin tjetër, tha. Është pak, tha, në qikë, shpejt, si shumë shpejt. Kjo ishte që unë nuk u degdisa, atë ku u degdisët edhe të tjerat. Ashti shpëtove nga Shpëtova. Se ajo ishte jashtë normës. Është ky Ervinaj festivali ku shumë artistë si më thonë morën dënimin nga sistemi. Profesor, pas këtë qenë me fat, do të fati ati profesori që ta lëm për herën tjetër. Po të lozë ti? Pa ishte kryetari komisionit. Po të lozë dhe ti atë pjesë? Unë lojta në organo, po aty lojta partit, nuk bëra në një... Jon koncerte. Kurse po t'ishte lojtur kënga, dhe unë të los një atë solon, aty pa tjetër që do kësha marrë një dënim. Ka mundësi edhe me thy gurë, Nuk e di. Isha me fat. Ke qenë me fat, profesor, se, si me thonë, nga që profesori tha do të lojmë herën tjetër dhe mbet ashtu. Ka qenë ko e rënda puna festivalin. Po, ishte si më ndarja, thyri, ishte e revolucioni kulturor. Ato janë gjërat të cilat ndodhen bas festivalit, dhe në më thënë, tamam, kishë filluar një liberalizim jetës së vendit. Por, ashtu ndodhi që kjo bëri për disa qarqe, bëri një përshtypje të keqe. Dhe u bën ndalesa, u ndalua. Kaq. Po ama, disa kompozitor ose disa këngëtar morën dënime. Nuk i shpëtuan. Ashtu ka qenë kohë atëherë. Vazhdove pastaj me operën e baletin si violin e parë? Vazhdova dhe jo vetëm që i binja vazhdimisht në recitale, edhe me orkestrë kam luajtur shumë herë, por unë kompozova dhe një balet. Në vitin 1985, unë vura në skenë bashkë me kolegët e mi, baletin Shqiponjat. Dhe kjo ishte, si të thuash edhe sot e kësaj dite, kjo është vepra më e rëndësishme që kam bërë si kompozitor. Po, u prit mirë ajo? U prit shumë mirë. Janë dhënë 40 shfaqje, pastaj u... 20 shfaqje. 20 shfaqje. Është shkruar në arkimin e operës. Në atë teatrin e operës e balet, duket Ervin ke qenë edhe ti aty regjisor, dikur më vonë, kuptohet, jo kur ka qenë profesor Jani, Sigurisht i njeni Ervini më vonë me do që i njeni plot njerëz aty. Po, profesor, kjo vazhdoi në çfarë bërë nga viti 85-90, ajo kohë kur nuk vazhduat më... Po, unë kalova drejtues artistik, bënja punën e drejtimit artistik të çdo gjë që çfaqeshe. Dhe kisha dhe përgjegjësinë që të merrja vepra, t'i shikonja dhe t'ia paraqisnja kujt? T'ia paraqisnja atij këshillit artistik. Dhe kemi vënë opera shumë të rëndësishme, kemi vënë
edhe vepra shqiptare, bile unë kam pas fatin në atë kohë që erdhi dhe kjo opera e Pjetër Gacit, Toka Jon. Ka qenë dhe opera e Tonina Rapit, Mulliri i Kostbardhit. Çka është luajtur në Royal Academy në Angli? Cila vepër ka qenë? Me Ervinin pa ta fol njerë ma pa të thënë. Mirë ka thënë Ervini, po, në vitin 88, Po, erdhi në Shqipëri dhe luajti me shumë sukses një koncert, Gérard Poulet, violinist shumë i dëgjuar, që kishte edhe një diskografi të pasur shumë. Po ishte vërtet shumë e mirë. Dhe qëlloj që e shoqërova të unë një farë kohë. Kur do ndashin, unë i dash një nga veprat e mia, 12 kapriçot për violinë solo që sapo e kisha krijuar. Dhe i dash një kopje të kopjuar me dorën time. Dhe në një vit më vonë, ai më shkruajti që Jani para 2 javësh, ai ishte pedagog në Konservatorin Superior të Parisit. Dhe kishte shumë student. Jani tha, kemi bërë bazditën Papa Dimitri në sallën e konservatorit dhe 12 nga studentët e mi më të mirë kanë luajtur secili nga një kapriç. Dhe aty ndjeva një satisfaksion të jashtëzakonshëm, isha shumë i gëzuar. Se e shkruan njeriu, po kur të luhet një vepër, domethënë nga njerëz që janë shkolla shumë të vjetra. Shumë shkolla të vjetra, po. Ai ishte përveç saj edhe në aty ku theti, në Royal Conservatory London, aty janë luajtur disa nga kapriçet e mia, janë luajtur edhe në Rusi, në Konservatorin e Moskës, edhe në Shqipëri patjetër, dhe tani në Kanada. Po vazhdojmë. Po. Profesor, do kthehem mbas viteve 90-ta. Kthesa madhe, thyrja madhe. Po. Qa keni bërë në fillim viteve 90-ta me familje? Po. Në atë kohë, në verën e vitit 1990, filluan trazirat, si që dim të tërë, do më thënë, njerëzit që futeshin në ambasada dhe kalonin në për Europë, dhe pastaj fillovi dhe emigrimi në mas me anijet, si që dim ne. Po. Situata u bën çik shumë fleksibël dhe e pasigurt. Tamam në këtë kohë, mua më erdhi një ftesë nga televizioni grek, sepse ata organizonin një herë në 2 vjet, në një nga vendet e Bashkimit Evropian, duheshe të bëheshe ndarja e çmimit Nike. Ky ishte çmim për gazetarin. Dhe duheshe që ta mbyllte ajo mbledhja që bëheshe me një koncert. Edhe mora ftesën dhe vajta aty, bashkë me pianistin e mirënjohur Thanas Paskali, që ne kishim duo për shumë vitesh që punonin bashkë, dhe luajtëm aty me shumë sukses. Bile luajtë edhe një vepër greke. Dhe përveç saj ne bëm edhe një intervistë jo të shkurtër në televizionin grek të asaj kohë. Dhe ata ishin shumë të interesuar që bëheshin në Shqipëri, se ishte kontakti i parë, artist i parë që nxiret në televizionin grek. Nuk kishim lidhje. Dhe pastaj mu dikush aty më ofrovi një punë, në qoftë se do ta, që të ashu neve të marrim, tha, në orkestrën e Manos Argjidakis. Ai që ka bërë atë Djem të Pirot, Po. ai ka qenë personalitet, njeri me kulturë të jashtëzakonshme dhe muzikant shumë i rrallë, ta thesha. Dhe unë e pranova ftesën, punova pak aty, si qisha që aty, punova sa punova, edhe pastaj mendova që këtu ka perspektivë. U ktheva, mora familjen dhe kjo ishte, domethënë, ky ishte emigrimi. Sa vite i ra me qenë total në Greqi? 11 vjet kam 11 punuar aty. Po kam pas Ishe pjesë e orkestrës? po pjesë e orkestrës të radios, pastaj pjesë e orkestrës së këtij, dhe
kryesisht kam punuar në opera, si violin e parë. Po u pranove mirë? Po, pranova me konkurs. Me konkurs, a? Unë arrita të bëhem dhe punoj si shtetit, prap me konkurs. Po, pse arsyeja të merr në Kanada? Kjo është Po, shumë... Greqia na dha shumë gjëra. Po, erdhi një moment që, duke menduar që vajzat tona ishin shumë të talentuara, unë mendova që të provojmë në një sallë në Greqi, të bënim një trio me vajzat. Kishin ecur shumë në instrumenta, Sofiola që temine, ajo studionte në vitin e fundit të konservatorit Athinës, kurse vajza e vogël, Livia, violinistja, që i kam dhënë si 12 vjetërisht, studionte edhe ajo edhe kishte bërë disa koncerte. Nuk është keq ta përmend që ajo në konkursin e instrumentistëve të vegjël të Greqisë mori medaljen e artë për sëritje atë të gjyshit. Ishte ndjen krenarie? Shumë. Dhe Sofiola dha një diplom të shkëlqyer me koncertin e Ravelit. Ishte 2 orë pançerek, pa asnjë notë përpara. Çdo gjë përmendsh. Do të ishin gjë tepër e rrallë. Dhe mori nga 7 anëtarë të komisionit, mori notat maksimale. Pa, nuk është e lehtë. Duke parë këto, thash pse s'bëj një lëvizje, një ansambël. Edhe këtu lindi? Këtu lindi ideja që të bëhet një ansambël. Bile në koncertin e parë, u thira dhe mikun e madh, muzikantin e mirë njohur, Yorgos Leotsakos, i cili ishte dhe kompozitor, po edhe kritiku më në zën atë kohë, shumë i përgatitur. Ai ishte që të gjitha krijimet, kompozimet që ishin bërë në Shqipëri, ai futi në disketa dhe i ka vdekur tash, po janë ekzistojnë aty në Athinë. Bile nuk e di që ti bashkosh të gjithë këto, domethënë arkivat tona, ndoshta ky është më i pasur. Kaq shumë interesuar ishte. Edhe erdhi aty, edhe më tha, janë pas koncertit, janë tha, vajzat janë shumë talentuara, tha, duhet patjetër tha që ta vazhdosh këtë trio. Dhe shkruajti një artikull për në gazetën qendrore të Athinës, shkruajti një artikull shumë entuziast për trion ton. Edhe para se të mbyllesh të ndroheshin ato 1 vjeçarët, kemi marrë një ftesë, përveç koncerteve të tjera që dham në Greqi, marrëm një ftesë nga kryetari i bashkisë i Tripolit, që është, si të thua, kryeqyteti i Peloponesit, që ishim ne ata që do bënim koncertin e ndrimit të 1 vjeçarëve. Ky ishte një nder jashtëzakonshëm. Dhe kush ishte dar ajo koncerti? Aty s'kishte lampa elektrike, po ishin 2000 qirinj. Wow. Domethënë ishte një diçka si ëndër. Profesor, ardhja në Kanada ishte në fillim vitit 2000? Në 2001 kemi ardhur në Kanada. Po ajo... Po para se të shkojmë në Kanada, desha të them. Të lutem. Që aty unë bashkëpunova jo vetëm me Haxhidaqin, po bashkëpunova me një nga pianistët më të mira, ndoshta ishte më e mira, Viki Stylianou, e cila ishim, domethënë u mirë kuptuam që në fillim dhe krijuam një duet që kemi bërë shumë koncerte. Kam luajtur edhe me orkestër aty, kam luajtur dhe ajo që desha të përmend para se të mbarojmë Greqinë ishte që më propozua që të bëhesh violin e parë e orkestrës së poshta formuar të Pireut. Të Pireut. Dhe aty për 3 vjet unë isha violin e parë dhe bëra dhe koncerte si solist. Po kjo trio famos që quhet me bashku me Sofian dhe Livian, 2 vajzat e tua. Kjo lindi para se marrë në Kanada apo pas? Para, në vitin 1999. 99. Domethënë pas 2 vjetësh ne emigruam familisht në Kanada. Mbas erdhët këtu. Po ama kemi luajtur në qytete të ndryshme të Greqisë, kemi luajtur edhe në Athinë shumë dhe ishim, domethënë, prandaj dhe na u bë dhe ftesa. Se kishim një lloj emri. Po si e gjetët jetën këtu? Tash krahasim me Kur erdhëm në Kanada, Shqipëria, Greqi, nga Greqia këtu. Kur erdhëm në Kanada. Po.
Në fillim, si çdo emigrant, kemi pas vështirësi, se nuk ishte kollaj. Domethënë, kam lojtur dhe jam interesuar, por kam lojtur edhe në orkestër, domethënë që për të krijuar edhe connection, për të krijuar rrjetin, domethënë do të krijohesh, do të tregonja se kush ishe. Dhe më në fund lexova në një gazetë që do hapesh një orkestër e virtuozëve të Torontos, që kishte një program të lavdashëm për ta fituar atë. Megjithatë ata shon ta provoj. Dhe kush ishte përveç pjesëve orkestrale që do të luheshin aty, ansambli sa për dieni ishte me 13 veta. Domethënë, dhe losnin në kamp solistët e Torontos, që quhet edhe sot sa dite Sinfonia Toronto. Drejtohet akoma nga Nuran Armand, që është një personalitet këtu i muzikës, dirigent shumë i mirë, dhe aty përveç të tjerave kërkohej që të luheshe një koncert 3 kohësh, që mund ta zgjidhni edhe vetë, unë zgjodha koncertet e Beethovenit, por pa shoqëri me piano. Kjo është një diçka tepër e vështirë, që unë s'kisha provuar ndonjëherë. Domethënë, je komplet i zbuluar. Dhe unë e lojta që nga nota e parë deri tek e fundit që mora vendin aty. Po, nga aty është, si më thonë, ajo degëzimi, zgjerimi i aktivitetit tuaj. Po. Sepse du t'i përmend 2 vajzat e tua, Sofia dhe Livia. Njëra është pianiste, tjetra është Violiniste. Tash cilja është pianistja? Pianistja është e madhja, Sofia, po. Dhe violiniste kanë diferencë 6 vjetësh. Po. Po, ato ku erdhen këtu, Sofiola vazhdoi Universitetin e New Yorkut, po kishte bërë një universitet në Amerikan 2 vjet e gjys, dhe mbarovi këtu. Po. Dhe me rezultate shumë të mira. Dhe Livia bëri me një nga profesorët më të mirë që ekzistonin, me David Zafer, që ishin këtu në atë kohë. Bëri një 3 vjet dhe pastaj u fut më njëherë në institut në Universitetin e Torontos. Për degën e violinës, solo dhe të pedagogjisë. Dhe tani jep mësim në Forest Hill, që është një shkollë shumë e nderuar, shkollë e madhe shumë. Shkollë private? Jo, shkollë shtetërore është, besoj. Është publike. Publike. Okay. Do thotë jep instrument, jep mësim aty. Mësim, po. Jo mësim, është si thua shefja e muzikës. E muzikës. Ajo ka 5 formacione. Përveç formacionit të orkestrës madhe, orkestrën e arqeve, jazzin, korin, të tëra i bën. Kjo është Sofiola, po? Jo, Livia. Livia. Violiniste. Pianistja? Po, është baza, si të thua, është trio, se pa piano s'bëhet. Edhe ajo kemi bërë shumë koncerte këtu, domethënë si trio. Këtu hapëm tamam, dhe këtu bëm tamam që gjetëm vetveten, sepse aty s'kishim një vit e gjys, 2 vjet, domethënë, sado. Dhe ishin e më të vogla, kurse tani me eksperiencë më të madhe dhe kemi bërë shumë koncerte, bile bëm dhe koncerte që t'ishin edhe në qiksa më popullore, më të rejse, me muzikë filmash, jo vetëm të huaj, po dhe filmat shqiptar. Shumë nga këto koncerte, unë bëja dhe punë e aranxhuesit, se për këtë formacion nuk ekziston literaturë, ka një literaturë shumë të pakët. Dhe unë bëja adaptime, orkestrime, aranxhime. Dhe aranxhime. Përveç veprave të mia që i kam krijuar për trion, që ti lostin për herë të parë. Ke dhënë mësim këtu si pedagog? Po, një nga ato punët që kam bërë këtu është dhe mësim dhënia. Kam dhënë mësim. Violin. Po, violin, dhe në një shkollë më kërkua që t'i jap edhe viol, se unë kam bërë dhe viol. Viol, po. Dhe me këto, unë sikur u largova nga orkestra e madhe dhe kisha atë orkestrën e solistëve të Torontos, që ishte kjo, dhe shkollën që jep një mësim në Kingsway Conservatory of Music, që është një nga shkollat më të nderuara. Tani, përveç kësaj, në një takim që pata me një pianist rus, krejt rastishëm, ai
tha, kam qefta të dëgjoj. Dhe aty ku do të dëgjonte ai mua, të loznim një diçka, më duket një sonat Mozart. Dhe aty erdhi edhe një klarinetist porus. Dhe mu prezentuan, basi lojta unë, mu prezentuan, unë thot, kam qenë klarineta e parë e orkestrës barok të Moskës. Ishte ai. Dhe ky organizonte koncertet, ky ishte organizator i disa koncerteve shumë të rëndësishme që jepeshin në Toronto. Në Toronto. Mirë, profesor. Dhe krijuam një trio. Prap. Po. Violin, klarinet, piano. Dhe u dhanë shumë koncerte me vepra jashtëzakonisht të vështira. Bile koncerti i parë, mbajman, ka qenë me kompozitor rus që jetojnë ultramodern. Do të thënë gjëra tepër të vështira. Profesor, dua të flas pak për angazhimin tuaj dhe për krahun tuaj për komunitetin shqiptar kanadez, për shoqatën tonë, shoqatën me vjetër, shoqatën e Bashkisë Shqiptare Kanadeze. Na flet pak për atë angazhim, se unë duhet ta deklaroj që unë aty për herë parë kam dëgjuar duke luajtur, edhe më kujtohet si sot, nuk dia ka qenë fillimi, apo më vonë dikur ke luajtur një premierë të një vepre, që ajo ka qenë një muzikë. Po. Ajo është një film vetë, ishte muzikë filmi. Atë shumë ka inspiru që thash, po bonaj filmi mi ndonjëherë, po shpresojmë që profesori do afrohet ta bëj atë muzikën atë filmi, kështu që unë të komplementoj pafund për atë emocion të papar. Por na flet për angazhimin e pastaj dalim te vepra, të lutem. Tashti, sa për ashtu që mos haroj, aty që më ke dëgjuar mua aty ka qenë era parë që luajt valsi për violin dhe piano me Rudin Lengon. Rudin Lengon, po. Në koncertin e parë në atë parlamentin e Ontarios, me rastin e hapjes së muajit të trashëgimisë dhe të kulturës shqiptare, që ne luajtëm aty dhe u lut kjo vepër për të parë aty. Këtë mban mendin. Tashti, përveç kësaj që është nga fundi, unë sa u njofta me komunitetin që ekzistonte, unë gjithmonë jam aktivizuar në të tëra këto eventet kryesore që bante. Mos harrojmë që së bashku ti ke qenë speaker, unë kam qenë edhe drejtuesi artistik i koncertit të 100 vjetorit të pavarësisht, kurse Ervini ka qenë regjizori i Shfaqjes. Kështu që ajo ka qenë një diçka, domethënë, që u mblodhën tërë forcat më të mira të këtij qyteti, bile edhe të rreth. Mblodh grupi i madh artistik, dhe unë jam shumë krenar që kam qenë pjesë. Ajo është një, domethënë, më kujtuam ajo dekada majit kishte nga të gjitha grupet në fund, se dekad do të thotë 10 ditësh, kupton, 10. Dita e 10 ishte nga më të mirat e grupeve, bëshë koncerte përfundimtar që vinte edhe udhëheqësit më të lartë të shtetit në atë kohë. Dhe më kujtohet që niveli ishte ndoshta më i mirë se sa aq shumë me dashuri kemi bërë. Është punuar me shumë dashuri, profesor. Më kujtohet aty me Ervinin, dhe ka qenë si më bashkëpunimi jon i parë. Ka qenë bashkëpunimi jon i parë. Edhe që aty kuptova që Ervini ka qetësinë se të merresh me 7 veta. Ishte një diçka shumë e veçantë edhe nga Ervini, që domethënë edhe kur u bë koncerti, ai rinte aty mbrapa dhe çdo gjë shkonte si saati. Këtë sa harroj kur. Po aty është muhabet, këto është aftësia ti. Aty është aftësia ti, tamam. Sepse mundohet ta organizoj atë që të shkojnë gjërat sa më lehtë hyrë detale. Jo, nuk është. Po ishte një ndjenjë krenarie. Se ishte 100 vjetor, ishte një mobilizim më i lartë të gjithë neve, kuptohet edhe shoqata, antarët e bordit, edhe shoqata tjera që u afruan, gjitha të artistë. U bashkuam të tërë. Edhe me të vërtet aty e ndjeva, unë thash, bashkimi bën fuqi.
Bile aty ka qenë për herë të parë natë Mirjeta, kur në erdhi bashkëshortja në Kanada, në koncert drejt. Ashtu ka qenë, Po thash ta impresionant, lutem profesor. Do të jetë kënaq patjetër. Besoj që po. Profesor, ma thuaj, më herët e përmenda atë veprën që e kam dëgju për herë të parë tek Parlamenti Ontaris. Si quhet e vepra? Ajo quhet Vals për violinë dhe piano. Aty Është luajtur për herë të parë aty. Ka shumë emocion, profesor. Jo, më thënë, duhesh një diçka e qeshur, një diçka e shpejt. Dhe unë e shkrojta këtë që të kaloni mirat natë. Dhe tash ajo ekziston në një libër që quhet 3 pjesë melodike. Janë dhe 2 pjesë të tjera, të cilat të treja këto, unë i kam kaluar në YouTube, edhe i shikoj njerëzit dhe vendosin të klike. Po, aty edhe ne përbojmë atë punë. Po, angazhimin në Shqipëri me Inva Mulen, na flet diçka? Po. Inva vinte në këto koncertet e trashëgimis dhe kulturës shqiptare, vinte e ftuar nga bashkësia shqiptaro-kanadeze, vinte dhe këndonte. Dhe Bileo ka ardhur dhe njerë që në një koncert organizuar nga Ilir Lena, që është krijuesi dhe vazhduesi i pasqyrës shqiptare, bërë një koncert shumë të bukur të Invës të shoqëruar me kuartet. Dhe do të thënë, neve lojtëm kuartet dhe mbrapa ishte edhe piano ky Tukiçi. Genci, po. Do të thënë ishte një koncert shumë i bukur, i veçantë. Kam qenë aty, po. Edhe ishte një diçka që unë nuk e heq kollaj nga mendja. Kishte një sukses jashtëzakonshëm. Kanë qenë shumë aktivitete që janë bërë. Po, më duket Inva është edhe organizatori edhe mik festival Korç, që hapën natën e parë të festivalit. Një vit përpara se të bëhej festivali, po, ajo erdhi këndovi këtu, edhe unë lojta violin, po ke ajo sallë që tam në Parlamentin Ontaris. Edhe unë dua që të lozësh në një festival që do bëj ta në Korç, të lozësh dhe ti me familjen tënde që keni artist, edhe Vanjushi që ka artistët ata fëmijët. Kështu që bëhet që ta bëjmë këtë natën e parë, po ju jap thatë, në vitin 2019. 2019, po. Që ishte festivali është bërë unë kam bërë një festival, po dua që në festivalin e dytë, të më thënë, numri 2, ta hapni juve. Edhe ashtu u bë. Është për nderuar maman edhe tezën. Si kjo u bë për nder të mamas dhe tezës sime, të cilat, dhe më thënë, ishin shumë të njohuara në Korç, edhe në Shqipëri, po u bë në një mënyrë të tillë që ne velosnim edhe mbrapa në projektoheshin gjithë punimet e tyre më të mira. Më të mira. Dhe ishte një diçka që është e paruar. Aty kalonje në një tjetër realitet. Në dimension tjetër. Në dimension tjetër. Dhe një personalitet që ishte aty, kishte qelluar aty, Niko Peleshi, më ndalovi në rrugë, unë se njifja, tha janë e urime, keni bërë një koncert historik. Do të thotë s'është bërë një gjë e tillë në Korç deri më sot. Ishte një satisfaksion shumë i madh. Po kjo është sikur qyteti i feston vajzat e veta. Kështu i bie. Ashtu është. Korça feston për 2 piktorët e para shqiptare, se ajo Korç është shumë i mirë. Vend që nuk ka një ditë bosh teatri që të mos ketë, sidomos në verë që ne pushojmë aty dhe unë vazhdoj punoj edhe botoj tani atë veprat e mia nga Korça filloj. Mirë, kur ikën në Shqipëri, ikën Korç aty? Në Korç, po. Kemi një apartament aty dhe aty... Je rregull aty. Edhe der në darë ndonjëherë atje lart. Po. Te Dajt. Ashtu i bie, Dajt nga Darlla. Po. Profesor, ç'ke duke punuar s'fundi? Tashi, unë kohët e fundit unë jam marrë me botimet e veprave të mia, sepse mendoj që ato që janë më të mirat duhet të botohen edhe të shpërndahen.
janë dy lloj veprash që bëjon. Vepra pedagogjike dhe veprat mirëfillta konvencionale që luhen në skenë. Në skenë, në koncerte ndryshme. Tani, deri këtë verë që isha në Korç, unë bëra disa nga veprat e mia, botova, po të tëra këto që po flas janë me argjet e mia. Kupton? Dhe kësa radhe vendosa që të mbledh ato më të mirat e veprave pedagogjike dhe të filloj që t'i botoj. Betova një pjesë dhe mua afrua nga Qendra e Kulturës dhe Artit, mua afruan që të më ndihmojnë, më dhanë dhe një dhomë për të punuar me piano. Blerta Balliu quhet ajo, si të thuash, drejtoresha e artit dhe kulturës. Dhe njëkohësisht edhe drejtori i liceut të Korçës, liceut artistik të Korçës. Po, ai më dha mundësi që të punoj në një piano, se ishte kohë vere, kishte aty, kupton, edhe më ka ndihmuar. Ilir Zguri quhet ai, më ka ndihmuar dhe ai shumë. Domethënë, bile më kanë nga Qendra e Artit dhe Kulturës më kanë thënë që për vitin tjetër mund të gjejmë edhe sponsor për ty që ti të bësh të tëra veprat që ke. Jo vetëm pedagogjiket, po edhe kështu, se kam dhe me orkestër. Tani më kanë premtuar që në prill do luhet 2 vallet për orkestër nga muzika e Pogonit, nga origjina e babait. Pogoni është një krain ku është dhe fshati i babait. Po. Dhe ato është një muzikë tepër e bukur, kuptim, do të thënë muzika popullore që më frymëzoi që t'i kaloj në orkestër. Është aty merr emrin kjo Pogonishtja. Po, nga ajo Pogoni. vallja. Po, valli e Pogonisht. Vallë e bukur e Patjetër që çdo trep në Shqipëri ka shumë. Kur është bërë festivali i parë folkloristik në Shqipëri, kanë ardhur albanolog dhe një albanolog shumë i madh gjerman, tha si ishte mundur që një fshat me fshatin tjetër që janë 3 kilometra larg, kanë komplet muzikë, krejt kanë të ndryshme ose vallet të ndryshme, kostume të ndryshme. Kjo nuk ndodh në asnjë vend të botës. Unë e kam thënë më herët, është vazhdimësia e lagëshisë së thellë. S'ka si spjegohet ndryshe. Mos harrojmë polifonin e këngëve labe, që është shumë e lashtë. Shumë. Po edhe këngët e veriut janë shumë të lashtë. Unë në këtë vepër që, se po kthehem prapë ke kapriçot, unë kam bërë një kapriç numër 6, i cili atë, si të thuash, backgroundin muzikor e ka nga malësia e madhe. Dhe unë njofta me një violinist që ishte nga më të mirët e Greqisë, Jorgos Demergjis, i cili kishte një koncert edhe unë losja në orkestrën e Arqeve, aty në sallën të poshta emëruar, të poshta krijuar një sallë madhështore dhe shumë me akustik të përsosur në Athinë. Dhe ky luajti një vepër të Bernsteinit, kompozitor shumë i njohur amerikan dhe dirigent, me një sukses të jashtëzakonshëm. Dhe kaq shumë dorë kishte sa duhet loste një bis. Kur tha do t'ju los një vepër tha që nuk e keni dëgjuar ndonjëherë. Edhe luajti kapriçin numër 6 me motivin nga malësia e madhe. Nga malësia e madhe. Kur mbarovi 2200 vet ka ajo, u ngritë në kamp dhe duatrokistin bizin që luajti. Edhe ky më mori kështu. Tha ky e ka bërë, dhe më mori, më shtyu përpara dhe filloi duartrokis brapa meja. Ky ka qenë satisfaksioni nga më të mëdhenj që kam patur si artist. Përveç saj më është luajtur dhe një suite për orkestër nga orkestra e të rinjve të programit të 2 të radios. Në kë koncert është luajtur në koncertin e përvjetorit shumë të rëndësishëm që u bën atë kohë të parlamentit grek. Të njëjtën sallë. Profesor, na flet diçka për Çezadeja. Po, Çezadeja ka qenë si babai i të gjithë të rinjve. Nuk pati një muzikant, domethënë që mos kish
provuar dorën e ngrohtë të profesor Çeskut. Ishte profesor, pedagog, ishte kompozitor, ishte vizionar. Ka qenë njëri shumë i mirë të flitet, shumë artist. Ka qenë njëri që nxori kuadro, të cilat sot kanë jo vetëm sukses në Shqipëri, po kanë sukses edhe në përbot. Për shembull kemi Toma Gaqin, që ka qenë edhe është një nga kompozitorët më nderuar të vendit. Aleksandar Peçin, që edhe ai është kompozitor shumë i nderuar. Dhe tash vonë një nga ata që po dëgohet më shumë është edhe ke fjalën për është një Korçar. Nuk do ta kujtoj, sa mund ta presim. Po, sa është problem, po. Unë kam dëgjuar shumë fjalë të mira për Çezaden edhe komponimet e tij, kem pas si i ri të ekspozontit dëgjoj, ka një thellësi shqiptare, e një shpirtin shqiptar. Kur krijovi atë këngën e Rapsodit nga filmi Skënderbeu, ai e kishte si detyrim shkollor në Moskë, ai studioi me një nga mësuesit më të mirë të asaj kohe të konservatorit Çajkovski. Po konservatori Çajkovski ishte shkolla më e nderuar në atë kohë. Po, ka shumë e fuqishme. Kur e dëgjovi ai këtë dhe e pa partiturën, profesori tha, dëgjoj tha, nuk besoj tha që do bësh ta gjë më të bukur se sa këtë tha që ke krijuar. Kaq shumë e vlerësoj. Por patjetër që do bësh ta, sepse më isha katha. Po edhe Çesku pasaj mbrojti diplomën me simfonin. Mos harrojmë që është një nga veprat më të bukura orkestrale dhe të rëndësishme shqiptare të muzikës të shekullit 20. Ka qenë pak më i vjetër se ti, profesor. Kush? Çesku. Po ai ka qenë profesori jonë. Po, sa më i vjetër do të? Po ka qenë, sa të them tash, 15 vjet, 18 vjet më i vjetër se. është një nga gjeneratët e para që studioi jashtë. Po, do shta edhe më shumë, edhe 20 vjet më shumë. Ai ishte shumë i talentuar, po mbi të gjitha interesohej që nxënësit që i kishte të jepte maksimalen. Jo vetëm ai, po të tërë pedagogët, Tonin Arapi, Nikola Zoraqi, edhe shumë të tjerë që tash s'po. Nga ka qenë Çesku me pra? Ka qenë nga Shkodra. Je ke kuptuar dialektin? Ja kam kuptuar, po. Se kanë gjuhën e vetë. Po kanë gjuhën e vetë, unë po dush të flasë edhe 2 orë shkodranqe. Sa i mirë e profesori. Do më thënë, me isha interesuar edhe për folklorin e Veriut, po edhe për gjuhën, më pëlqen jashtë masë. Më falë vetëm, më falë. Ti pakuj. Po, mirë, profesor. Profesor, u kënaqem të falenderoj shumë për këto histori shumë të mira dhe unë të uroj shumë shnet, mbarësi dhe begati edhe të na bësh vepra tjera, mos dalësh. Të falenderoj shumë, ju falenderoj të dyve me Ervinin që më ftuat, që të bëjmë një bisedë kaq të këndshme, unë u kënaqa jashtë mase. Edhe unë u kënaqa shumë. Edhe ju uroj që podcasti juaj të vazhdojë, të zhvillohet akoma dhe më shumë. Jo vetëm me një, po tu ka vend edhe për ndonjë tjetër. Gjithsesi, po, e kem lënë. Tavolinën e keni. E kem menduar për më shumë, po e vërtet, profesor. Dhe pash disa nga këto që keni bërë deri tash dhe u kënaqa shumë. Keni një fillim shumë të mirë. Ju uroj suksese, vetëm suksese. Shumë faleminderit, profesor, je shumë i nderuar edhe i respektuar edhe të urojmë shumë shnet. Juve dhe zonjës. Gjithashtu edhe juve, paçi çdo të mirë. Shumë faleminderit.